Federata Shqiptare e Basketbollit ka zyrtarizuar Shkodrën si qytetin mikpritës të kampionatit evropian për 16 vjeçarët për djem. Aktivitet ky që organizohet nga Federata e Basketbollit në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe është pjesë e përpjekjeve për të promovuar basketbollin dhe ngjarjet ndërkombëtare sportive. Ish basketbollisti dhe trajneri moshave Antonio Shabani në cilësinë e specialistit të sportit pranë bashkisë, shoqëroi përfaqësuesit e Federatës Evropiane në inspektimin që i bën Pallatit të Sportit Qazim Dervishi, ndërsa e vlerëson këtë ngjarje si një moment të rëndësishëm për Shkodrën. Duke qenë që këtë vit në qyteti evropian i sportit Shkodra, kena drejtu disa kërkesa në gjitha federatat për me më rrit me marrë sa më shumë aktivitete ndërkombëtare në punë Shkodër. Aktualisht është konfirmu kampionati evropian për 16 vjeçarë, nga data 5 deri me 13 korrekt dhe në Shkodër, 8 ekipe mike, në bashkë me ekipin tonë që do zhvillojnë kampionatin evropian në Qazim Dervishi. Shqipnia aktualisht është në grup me Armenin, është me Gibraltarin edhe me Azerbajxhanin dhe shpresojnë marrë një rezultat sa më të mirë që ndoshta mund dalim edhe në podium. Për sportet kolektive, për post futbollit, kjo është hera e parë që zhvillohet një kampionat evropian i basketbollit në Shkodër dhe gjë e mirë sepse përpos interesit që ne kena për me rrit cilësinë, duke sjellë sa më shumë eksperienca të huaja, vlen më theksu edhe pjesa që ekipet cilat vinë mike këtu kanë mundësi, nëse nuk e kanë pas në plan ose po thona në synimet e tyre me vizitu Shkodrën, është një reklam shumë e mirë që i bëhet qytetit tonë, pse jo edhe për turizmin, në këtë aspekt turizmin sportiv. Shabani pas shkëputjes nga fusha basketbollit si lojtar tashmë ka marrë rolin e trajnerit të vllaznisë U16. Ka kenë një hap që ka menduar që ka me kenë shumë e thjeshtë, po është shumë ndryshe, është e vështirë. Më marr me shumë sportista është e vështirë. Kur kena kenë sportista, kena pa ndoshta me sy tjetër, si fushën, si trajnerin, si trajnimet, sot që jena në pozicion, po them urdhnues ose trajnues, i shohim çdo gjë tjetër, çdo gjë e shohim me sy tjetër dhe kanë vështrim tjetër. Është e vështirë, po mund të them njëkohësisht është edhe e bukur, sepse është eksperiencë e re dhe vlen.